I pra kemi një surprizë për dorën. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj të jeni duke kaluar bukur. Unë sot jam për çiftin, kryesisht për Borën. Nga ana ime uroj që Zoti t'ja u bekojë të rrugëtim që po nisni dhe në çdo sfidë të jetës vërtet jeni të fortë edhe pranë njëri tjetrit. Me të lutur, mund të më afroheni pak këtu të dy? Të pyes ndonjë mendim nga kush jemi ne sot këtu? Vllai Borës. Sigurisht, nga vllai jemi. Ai më ka shkruar dje dhe më ka thënë që ishte shumë i mërzitur që nuk mundi të ishte prezent dhe në mënyrë që të përshtilte urimet e tij na dërgoi ne. Këtu kam një buqetë me inicialet tuaja. Njëkohësisht kam edhe dy zemra të shkruara e vogla e Lalit edhe tjetra me trashëgime BK. Kemi edhe tortën me trashëgime zemrat e mia. Genci nuk mendoj vetëm për Borën, po mendoj edhe për Klea. Jo vetëm kaq, kam edhe një dedikim. Jam mira kilometra larg, por ndihem sikur por i ulur në stolin aty pranë teje, duke të parë teksa drivesh nga emocionet dhe sytë e tu që shkëlqejnë. Sa shpesh kam menduar këtë ditë, por kur nuk e imagjinoja që do ta përjetoja prej së largu. Është çmim i rënd ky emigracioni, të merr krah nga trupi dhe nuk të lë të përqafosh ata që do më shumë. Por një gjë nuk ma mirë dot, dashurinë që kam për ty. Bora, unë të kam parë të rritesh me gjithë forcat e tua, të mbash dhimbjet brenda dhe buzëqeshjen jashtë, të ngrihesh aty ku të tjerë do ishin dorëzuar. Kam qenë vllai që shpesh nuk dija si të ndihmoja, por gjithmonë kam ditur një gjë. Ti je zemra e familjes sonë. Edhe sot në ditën tënde më të bukur, e ndjej veten si vllai më krenar në botë. E shtrejta ime, sa do doja të isha aty, të fshija lotët e gëzimit, të mbaja dorën kur emocionoheshe, dhe të përqafoheshim si dikur, kur ishim fëmijë dhe bota ishte më e thjeshtë. Të lutem, mos e mendo largësinë si mungesë. Prania ime është aty në çdo ftym që merr sot. Dhe Kleo, një porosi për ty. Kleo, sot do t'jap motrën time, jo vetëm motrën, por pjesën më të pastër të shpirtit tim. Ma ruaj, ma duar dhe ma gëzo, sepse ajo ka ditur të duroj shumë dhe meriton veç dritë edhe mirësi. Por e di që Bora është në duar të mira. Bora, ëngjëlli im, sot nuk po të marrë për dore, por po të shtyp butë drejt lumturisë të jetës tënde. Dhe nëse lotët të rjedhin lërit, sepse dhe të mitë po rjedhin këtu ku janë, për ty, për gëzimin tënd dhe për rrugën tënde të re. Të dua me gjithë fuqinë që ka një vëlla. Edhe nëse bota në ndan, unë jam gjithmonë aty. Në çdo hap tëndin, në çdo gëzim, në çdo dhimbje, deri në frymën time të fundit, në shpirt të lagur nga malli, vëllai yt Genti, edhe kjo është në kokën tuaj. Genti ne kemi edhe në kamë. Edhe pasi të flasësh me Genti, do të dëshironi një valle për Genti. Me trashëgime, Zoti t'ju bekojë.